Ditës më pas, mira qytetarë morën pjesë në votime duke pritur në rast të gjata. Korespondenti ynë Liriana Golli njofton. Procesi zgjedhor në Tiranë u zhvillua sot përgjithsisht i qetë në pjesën dërmuese të qendrave të votimit. Komisionerët, bashkëbuesit dhe qytetarët të gjithë pohojnë një lloj se procesi zgjedhor ishte një përbojë e veçantë dhe shumë e thjeshtë për ta. Po, njerëzit janë shumë të interesuar që të votojnë dhe ka filluar që në orën 7 fiks domethënë votimi dhe futur deri në këtë moment që po ka votimi vazhdon normalisht. Në një problem teknik, deri tash nuk kemi asnjë asnjë lloj problemi teknik. Të gjithë njerëzit që vinë për të votuar, domethënë vazhdojnë rregullisht, domethënë votimin. Procedurat e reja, sistemi i ri i votimit ka lecuar shumë angari dhe ata vetëm duhet të vënë një shenjë mbi fletën e votimit për të shprehur vullnetin e tyre politik. Kjo zgjedhje faktikisht ishin domethënë ndryshe se të tjerat. Në këtë moment dhe unë personalisht për gjithë familjen kaluam tepër qetë, tepër komod dhe pas lloj problemi asnjë problem tjetër të natyrës jo më vajs për çfarë. Qytetarët për pak minuta gjejnë emrat në listat e votimit që janë shfaqur në dritaret pranë qendrave të votimit. Shumica e tyre janë shkolla dhe mbanin radhë për më tepër se një gjysmore me vendosmëri për të marrë pjesë patjetër në votime. Pjesëmarrësit janë 100%. Pjesëmarrja është shumë e madhe. Shumë e madhe. Mendoj që mund të ketë manipulime. Mendon që mund të ketë manipulime? Nuk mendon që mund të ketë. Kështu jo. Po pse nga ju vjen kjo siguri që nuk do ketë manipulim? Sepse aktualisht njohin pjesëtarët e banorët e lagjes, shohim, vështrojmë, dhe detyrimisht mendoj që deri tani zgjedhjet janë se vota është e lirë. Disa qytetarë kishin marrë me vete edhe fëmijët, duke i shtuar me pjesëmarrjen pra të fëmijëve tyre edhe elemente të tjera festive dhe entuziazmi i procesit zgjedhor. Mendoj kush është e mirë. Zgjedhjet janë shumë të rregullta, janë shumë të mira, na pëlqejnë fëmijët më të lumtur. Duam ndryshim. Si radhë më parë, pjesëmarrja e qytetarëve në votime duket shumë e lartë, pohojnë komisionerët, gjë që duket dhe nga radhat e gjata të qytetarëve pranë qendrave të votimit, ndërkohë që her pas here në kryeqytet bie dhe shi. Ndërkohë që bashkëbuesit nuk kanë raportuar deri tani probleme serioze me procesin zgjedhor. Ky pra është 28 qershori i shumëpritur i Shqipërisë, ku po votohet për një parlament të ri. Këto janë zgjedhjet evropiane të Shqipërisë. Për zërin e Amerikës, Liriana Golli, Tiranë.